këtë që të mos përsëritet në të ardhmen. Patjetër. Po, disha nëse edhe kësaj here, do me thënë, edhe këto veprime nuk dënohen dhe nuk merren masa te tash, pra nuk po flasim për masa sipërfaqësore apo vetëm zhurmë mediatike, atëherë mendoj dhe jam 100% e bindur që rasti tjetër ka me qenë 3 fish më i rëndë se sa kjo që është. Prandaj, sepse edhe zotri Osmani e përmendi rastin ndoshta para disa viteve që ka ndodhur në shtëpinë e të moshuarve, ndoshta për atë e ke pas fjalën apo jo? E kam pasur fjalën, me qenë se do lidhet me moshën e vajzave, kam pasur fjalën për një rast në qytetin e Mitrovicës, kur një vajzë do thotë pa mëshirë e keq trajtonte bashkëmoshatarën e saj. Për atë rast e kisha fjalën. Sepse mendova që për rastin e fjalës sepse e pam dënimi është për 2 vite. Po mirë, po mosha ndron këto. Po mosha ndron edhe është edhe më keq. Edhe më keq, po, sigurisht. Është edhe më keq sepse është një rritur e cila ka ushtruar dhunë ndaj një të moshuare. Edhe ajo është soi këtyre vajzave, të cilat nuk kanë marrë trajtimin edhe dënimin e duhur me kohë, pastaj kanë marrë përgjegjësi për një punë që nuk janë të aftë ta kryejnë dhe ta përfundojnë, dhe sipas asaj ka ardhur tek ajo videoja. Edhe një dënim që ka qenë hajgari për 2 vite, do të thonë shumë i kotë. Sipas jush, ky vendim për 2 vite?